Maturantët e vitit shkollor 2025-2026 përfunduan provimin shtetëror të maturës në afatin e qershorit me notë mesatare 3.66. Rezultati është pothuajse i njëjtë me vitin e kaluar kur mesatarja ishte 3.69. Për dallim nga vjet, këtë vit për herë të parë provimi u zhvillua sipas modelit të ri me 3 lloje të maturës: shtetërore, profesionale dhe artistike. Имаме 3 различни типови на матура. Просекот на државната матура е 3,62. Просекот од стручната е 3,91 и просекот на уметничката матура е 3,59. Овие податоци ќе бидат компарирани од следната учебна година, кога по прв пат ќе имаме полагање повторно во овој тип на новиот модел. Ценам дека резултатите се објективни. Drejtoresha e qendrës shtetërore të provimeve Daniela Mihajlovska tha se për disa nxënës provimi është anuluar dhe ata do t'i nënshtrohen sërish testimit, ndërsa te disa të tjerë është konstatuar kopjem pas kontrollit të testeve. Знаеме дека децата имаат по 2, по 3 телефони, еден оставаат, другиот, така? Меѓутоа, сето тоа после тоа лесно се открива. Затоа сакам да знаат сите дека не може на тој начин да се користат. Подобро 5 реда да ги напишат со тоа што тие го знаат и го размислуваат, гледаме да видиме начин на размислување. Јас сум професор по македонски, јас не го гледам субјективно, ако е темата младите и општеството, гледам како младите размислуваат. Lidhur me rezultatet janë parashtruar 805 ankesa, ndërsa 133 nxënës kanë bërë shqyrtimin e testeve. Afati i gushtit do të realizohet më 12 gusht, ku do të mbahet provimi i gjuhës së huaj, ndërsa më 14 gusht do të mbahet provimi i gjuhës anëtare. Provimet interne dhe mbrojtja e detyrave projektuese do të zhvillohen në periudhën 17 deri 24 gusht. Përndryshe, provimit janë nënshtruar gjithsej 14.587 nxënës. Prej tyre, 12.184 për provimin shtetëror të maturës, 2.276 për maturën profesionale dhe 127 për maturën artistike. 348 nxënës nuk janë paraqitur në provim.